Bëjmë një seri të intervistave, kemi pasur edhe gjatë javës së kaluar me kryetarin e Prizrenit, Ferizaj, do të vazhdojmë me qytete tjera. Para se të kalojmë me problemet e ju aktuale, tash kur dihet se zgjedhjet e ardhshme me 12 tetor, sot është edhe një seancë e Kuvendit të Republikës të Kosovës në tentimin për t'i konstituar organet e veta. Si po shihet kjo zhagitje mbi 3 mujore pas zgjedhjeve nga qytetarët e Hanit të Elezit, por edhe nga ju, sepse edhe ju një pjesë, edhe ju një qytetar, ta themi kështu, krahas që jeni edhe kryetari i komunës. Po sigurisht se është një gjendje pa pranueshme në fakt, kjo gjendje që po përsëritet disa herë dhe natyrisht që nuk është dashur me ndodhë kështu. Dhe tani më nuk është interesant as të hapet televizionit për të pa se si po zhvillohen punimet në kuvend. Sepse vërtet është bërë e tepërt kjo mbi 35 herë ose 36 herë të provohet diçka dhe pse kur dihet para se me shku në kuvend se nuk ka asnjë zhvillim të ri brenda kuvendit. Po, ndërkohë ju si komune Hanit e Elezit, sikurse të gjitha komuna tjera, padyshim që është jetike bashkëpunimi me nivelin qendror. Si ka qenë bashkëpunimi gjatë gjithë këtij mandati e specifikisht në këto muaj kur po mungon ose është vetëm në detyrë? Po, natyrisht tani është për komunat është pak problematike, kjo është e komplikuar për arsye se mungojnë institucionet, e natyrisht duke ditur se qeveria është në detyrë dhe ne kemi nevojë shumë për një qeveri me cilën do të kishim bashkëpunuar për të realizuar gjitha ato projekte dhe kërkesa të qytetarëve dhe aq më keq kur sot nuk ka ndonjë zhvillim që duhet të dalim përballë kërkesave të qytetarëve, natyrisht është keq. Prandaj janë pasojat të cilat më vonë do të shihen ndoshta nga kjo mungesë. Ne natyrisht jemi munduar që të gjejmë mënyrën e bashkëpunimit edhe pse ka mungesë të institucioneve së konstituimit të qeverisë. Megjithatë është një problematikë në vete me cilën secili kryetar i komunës ballafaqohet me këto probleme. Po, nga bisedat me kryetar tjerë, por edhe për shembull me kryetarin e asociacionit të komunave Sezajnë, cilin e kemi pas disa herë Musafer, një problem që ka karakterizuar marrëdhëniet komunë me qeveri, e sidomos kur nuk janë të njëjtës parti, ka të bëjë me çështjen e financave, respektivisht me përmbushjen e obligimeve nga kontratat kolektive të përmbarimit, e që nuk janë të identifikuara me një kod apo me një vijë buxhetore, përkundër asaj se është ditur që nga 2019-2020 kur është marrë vendimi që duhet të kalon këto. Sa ka ndikuar kjo, ta themi, alokema apo rialokemi i mjeteve, sepse po besoj që dhe ju keni pas raste kur i keni qenë të detyruar të ndani shumat me të drejtë për punëtorë të cilët kanë dalë në pension? Po është edhe kjo një problematik në vete që po na përcjell se sa vite radhas edhe ne po ballafaqohemi me sidomos me mos përmbushjen e kërkesave thashë të qytetarëve në projekte të cilat ne veç shpesh jemi duke implementuar dhe për shkak kontratës kolektive ka shumë projekte të cilat edhe përveç vonesave dhe mund të anulohen sepse lëndë përmbarimore tani po ndikojnë që këto projekte të mos realizohen. Që ta zëm para pak muajve ose para një 2 muajve ka pas një lëndë përmbarimore të cilën është ekzekutuar dhe ne në disa projekte qoftë në tabela digjitale që kemi edhe prioritet në zhvillimin e projekteve të cilat përmbaruesi ka marrë nga ky projekt, është dashur me rimbursu, besoj tash me 26 qershor kemi kuvendin me cilën ne rimbursojmë se alokojmë jetët në këto projekte të cilat ne kanë marrë. Aq më keq që përmbaruesi i merr edhe në projekte të tjera siç janë edhe subvencionet për student, është dashur edhe aty të ndërhyjmë apo edhe në shërbime publike, e kjo tregon një mos bashkëpunim ose një mos kujdesje e vetë qeverisë që vërtet ky problem të evitohet një herë për gjithmonë. Ne jemi ballafaqur rregullisht sidomos me kontratën kolektive. Tani nëse flasim për komunën tonë si komunë e vogël me buxhet të vogël, edhe pse projektet nuk janë ndoshta të shumta të mëdha, megjithatë
ka probleme dhe komplikime në zhvillimin e këtyre projekteve. Po, natyrisht kur ka buxhet më të vogël, çdo largim apo çdo prekje lën pasuja më të mëdha. Kryetar, ju domethënë edhe komuna e Hani e Lezit, sikur se gjitha komunat do të shkojnë në zgjedhje me 12 tetor, ju jeni kandidat për të rikandiduar dhe besoni që meritoni një mandat të ri, nëse po, pse, numëroni 1, 2, 3 rastet apo argumentet pse duhet qytetarët ju votojnë përsëri? Po, natyrisht, tani ma dihet edhe data e zgjedhjeve me 12 tetor, normalisht që do të jem kandidat edhe për një mandat tjetër, sepse një mandat vërtet është shumë pak për të realizuar gjitha ato objektiva të cilat i kemi paraqitur ne bashkë me ekipin tim qeverisës, dhe pikat të cilat do të ishin shumë të rëndësishme me të cilat ne veç do dalim edhe para qytetarëve për të kërkuar votën janë arsimi që është, ose edukimi arsimor, një prej pikave shumë të rëndësishme ose objektiva tona të cilat ne kemi investuar në këtë fushë, sidomos në digitalizim të arsimit, që të përmes e shkollorit si platformë digjitale, tabelat smart apo tabelat digjitale, gjithashtu që ne jemi prej komunave, ndoshta e vetmja që i kemi të instaluara këto 2 projekte ose platforma digjitale nga gjitha komunat e Kosovës. Pra, në gjitha shkollat i kemi platformën e shkollorit dhe tabela digjitale, dhe një tjetër prej tyre është ambienti me të cilët ne kemi investuar jashtëzakonisht shumë në ambient. Dhe merrni me mend, brenda 3 viteve gjys mandat, ne kemi ngritur diku 4 pashe dhe tjetrin jemi tash në procedura të gati para procedura të prokurimit, si dhe një lloj revolucioni në kulturë, me të cilën si vjetë kemi patur edicionet e tretë të festivalit folklorik në Barë Kombëtar, që është për herë të parë për në Antelez të marrën time si kryetari i komunës. Po e pash edhe Lizova. Në fakt, emisioni unë këtu kontaktu si vron telefonari ka të bëjmë me ankesat edhe shumë pak ose as pak ankesa në këto 7-8 muaj kemi marrë nga Hani e Lezit. Ajo që ka pash nga lajmet është një rast, 2-3 raste të kontrabandimit, sepse dihet është në kufi, por ajo që kam pëlqej për pos kësaj që ka thënë e që unë ose më ka ikë ose nuk e kam lexuar për komuna tjera është që para 2 muajve keni marrë një debat për draft planin zhvillimor komunal 2025-2033 dhe keni lënë të hapur për qytetarët që të japin mendimet e tyre. Sa ka qenë feedbacki edhe i qytetarëve dhe i shoqërisë civile në këtë prezentimin e këtij plani apo draft planit për 10 vitet e ardhshme? Po, në fakt halin e shumë gjithandej që nuk është shumë interesim i madh i qytetarëve për të marrë pjesë në këto takime ose dëgjime buxhetore, dhe ne kemi gjetë mënyra që qytetarit të kyçet ose të afroj kërkesat e tyre, qoftë përmes takimeve të drejtë për drejta, përmes emailave ose përmes shkresave të ndryshme, i kemi dhënë gjitha mundësi që ata të inkuadrohen dhe edhe neve të na i letojnë që ne të orientojmë buxhetin ose planifikimet buxhetore për këto vit ose për këtë periudhë. Tash thonë të drejtën nuk ka ndonjë interesim të madh, por megjithatë ne kemi hapur dyert dhe ka aty këto disa kërkesa që edhe përmes shkresa ose me shkrim, përmes emailave, përmes telefonit janë paraqitur edhe njerëz të cilët kanë dashur të kërkojnë diçka të futet në buxhet. Thash ne kemi ofruar të gjitha mundësitë që qytetarit të ketë një kyçe ose të jetë pjesë e ndarjeve buxhetore. Mirë kryetar, do me thonë, ju jeni kandidat me 12 tetor, qytetarët e Hanit e Lezit do të kenë mundësinë që të vazhdojnë edhe për një mandat të ri. Deshta të kalojmë në një temë, dim që këtyre ditëve janë mujt e lavdishëm ku edhe bëjmë përkujtime të shumta, sepse 12 qershori, dita e shtrimit, ju keni qenë vetë pjesëtarë ushtrisë shqiptare të Kosovës, si përjetoni këto momente, sidomos tash kur po kalojmë në një krizë të madhe kështu institucionale, kemi liderët tonë që janë në Hagë për fat keq në një gjykatë speciale e cila po zhagitet temase, edhe në gjitha këto përkujtime të cilat po i bëjmë vetë pas viti, por që ne jemi dëshmitar, kontaktojme bashkëluftëtar, veteran, nuk janë shumë të kënaqur me mënyrën se si shteti edhe shoqëria i ka trajtuar dhe i trajton. Po, ne kemi pas ditën e çlirimit me 11 qershor për shkak se Hani e Lezit është
komuna e parës, lokaliteti i parë me cilën ka ndodhur hyrja e forcave të NATO-s dhe kemi shënuar këtë ditë me që përkon me ditën e tretë të festivalit mbarkombëtar. Megjithatë, shifet është para e mungesa e liderëve të cilët po gjykohen padrejtisht në një gjykatër, po monstrum politik i ndërtuar për të gjykuar lirinë, e ne s'jemi pajtuar asnjëherë dhe nuk pajtohemi as sot. Besoj gjithsecili, jo vetëm luftëtarët që kanë qenë pjesë e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, po as qytetarët të tjerë nuk pajtohen me këtë mënyrë të zhagitjes së këtij procesi. Natyrisht shënojmë gjitha ditët, edhe qoftë edhe të çlirimit, edhe të rënies së luftëtarëve në zona të ndryshme, na gjithmonë i përkujtojmë në veçanti edhe 29 gushtin si ditë të dëshmorëve, të cilën ne kemi bërë varrimin e dëshmorëve, ajo ditë është dita dëshmorëve për honën e Lezit. Po, kryetar, po, shfrytëzoj rastin me thonë lavdi për këtë heronjt, jo vetëm tonë të Lezit, po të Republikës së Kosovës. Për fund, desha të falenderoj edhe dëshiroj një javë suksesshme. Ne, si thash, emisioni jonë ka të bëjë me ankesat e qytetarëve në lidhje me mos punën e efektshme të komunës në vende të ndryshme, qoftë në kanalizim, në logjistikë, tham pak ose as pak kemi pas nga ju, po nëse ndonjë qytetar apo dëgjues shikues i klanit nga komuna e Lezit është duke na dëgjuar tash, mund t'ju kontakton zyrën e juaj, departamentin e juaj të emergjencës, megjithatë jeni edhe qytet e vogël, me siguri që nuk është shumë problem për me ngrit një çështje e cila është kompetencë juaj që mund të intervenoni. Unë fakt kur ka marrë detyrën e kryetarit të komunës, ka qenë një ide dikujt që unë të caktoj një ditë për t'i pritur qytetarët për ankesat ose kërkesat e tyre, dhe unë nuk kam pa të arsyeshme, kështu që çdo ditë, qoftë ditë pune apo ditë çfarë do, shto nëse e diell, edhe vikendi mund të më kontaktojnë qytetarët, qoftë përmes telefonit, përmes ardhes në zyre, kudo që ose në rrugë, kudo që të jem, kanë mundësi të më kontaktojnë dhe të shprejnë kërkesat e tyre, qoftë edhe kritikat e tyre nëse i kanë të diskutojnë. Jam i hapur për çdo qytetar së paku të komunikojnë për zgjidhjen e problemit të tyre. Nuk do të që çdo herë çdo problem zgjidhet, po megjithatë komunikimi nuk më mungon. Sot është dita botërore e shërbimit publik, edhe ju, sikurse edhe shumë të tjerë, jeni kështu hallka kryesore që një shoqëri dhe një shtet të funksionon, kështu që urime ditën e shërbimit publik dhe shpresoj që të gjithë shërbyesit publik, qofshin ata të nivelit më të larta apo ato të vogla, do ta kenë dhe do të vazhdojnë ta kenë interesin e qytetarëve mbi të gjitha, sepse ato janë përzgjedhur për të përmbushur detyrat dhe obligimet, apo jo, zoti Mehmet Ballazhi, kryetari i anën e Lezit. Faleminderit shumë, faleminderit gjithashtu gjithë shërbyesve publik. Faleminderit shumë për mundësinë. Po, faleminderit shumë zoti Ballazhi, dhe nëpërmjet teje përshëndesim këtë shikues dhe dëgjues në e hanit të Lezit. Ju përgëzoj dhe dëshiroj një javë suksesshme. Ishim me zotin Mehmet Ballazhi, kryetari i hanit të Lezit, me cilën po vazhdojmë pra serinë e bisedimeve tash kur jemi edhe në një mënyrë në prag të fillimit të fushatës së re elektorale, asaj të zgjedhjeve lokale. Ishim me kryetarin e hanit të Lezit dhe për gjithë ju që ndoshta për çfarëdo arsye ju ka ikur fillimi apo një pjesë e intervistës, e gjeni në YouTube kanalin ton Klan Kosova, aty ku shkojnë të gjitha intervistat live dhe ku i mirëpresim edhe ta themi kështu pyetjet, komentet, por si sa edhe kryetari edhe kritikat. Është 10:15, është kontakt emisioni informativ Fol me Harin, derisa i presim thirrjet e juaja telefonike nga biseda